Live from Tirana. Live from Tirana. Rikthehemi sërish në program në pjesën e dytë të fundit të Live from Tirana për ditën e sotme. Do të jemi deri në orën 12:00. Unë jam Ronaldo Sharka. Ju përshëndes të gjithë kudo jeni duke na dëgjuar dhe Danko DJ në pultin e transmetimit. Dhe siç ju lajmëruam në krye të herës, sot me ne në program është Emi e Përputhen, e cila patjetër u bë shumë virale dhe sensacioni i momentit në pak javë më parë në të gjitha platformat sociale me shprehjen çaketi wow, por ne sot do mundohemi ta njohim Emin përtej kësaj batute virale. Emi, mirë se vjen në program. Mirë se erdha Ronaldo. Shumë faleminderit për ftesën. Edhe mezi për që të flasim, domethënë. E para një herë më lejo të them që dukesh më e bukur nga afër se sa nga ekrani. Dhe e dyta je shumë e lezetshme me këtë gjuhën tënde dhe të mësoj një sekret kur njerëzit të thonë mirë se erdhe, nuk duhet të thosh mirë se erdha, por mirë se ju gjeta. E mësova në mënyrë të vështirë këtë kur zbulova që edhe ajo bo virale, as nuk e dija pse thash ç'a bëra këtë herë dhe thonë që thot mirë se gjeta, jo mirë se erdha. Po, Emi ka pak probleme me shqipen për shkak se ka lindur dhe jam rrit në edhe lindur, po. I lindur dhe i rritur në Londër dhe kaq sa di shqip, komplimente familjes tënde që ta ka mësuar. Emi, më flit pak për jetën tënde para se shkojmë tek batuta virale, eksperjenca në Përputhen. Kush je ti? Çfarë bën ti në përditshmëri? Më tregoj që je rritur në Londër, ke mbaruar studimin për shkencë politike, më flit pak për veten tënde jashtë programit. Gjithmonë kam pas qejf të eksploroja gjëra të reja, të jepja vetes shanse dhe kur mund të jesha pak në siklet po e shtyja veten. Për shembull, edhe në Londër kisha qejf të eksploroja shumë. Edhe Përputhen, domethënë i tregoj gjithëve që ishte shumë moment fundit si u bë zgjidhja, vajta aty, firmosa kontratën. Do të shkojmë pak më vonë aty. Okay. Sa vjeç je? Bëj 23 pas nesër. Je gafore. Po, gafore. Familja jote jeton në Londër gjithashtu, ke vëlla, motër, më tregoj kur familja. Ke vëlla më të vogël? Për këtë është kjo tatuazhi që intereson shumë njerëzit në krahas të lindja vllajt vogël, po një gusht, ajo është si quhet Leo. Luan. Familja jote me çfarë merret në Londër? Mami merret, është drejtore për një kompani me shkencë teknologji, babi ka biznese, po. Interesante, pra jeni sistemur atje për vitesh dhe jetoni mirë. Po çfarë kërkon ti në Shqipëri kur ndërkohë të gjithë kërkojnë të ikin nga ky vend, ti rikthehesh? Shiko, për mendimin tim, Shqipëria është shumë më bukur se sa Londra për mendimin tim, domethënë keni ambient shumë pozitive, kënaqesh, shijoj jetën, kurse ande është një rutinë shumë pajaqme, mërzitshme. Vërtet? Po. Në Londër? Po. Po, tani që i rikthyer në Shqipëri, kush të bën ty të ndihesh shumë mirë, meshkujt londinez apo shqiptarët? Megjithëse edhe në Londër ka plot të meshkuj shqiptar apo jo? Ka, po për mendimin tim, lista është çunat në Spanjë, çunat në Shqipëri, çunat në Londër. Pra, top 3 për ty është çunat e Spanjës, çunat e Shqipërisë dhe çunat e Londrës, vinë të tretët, por mirë, nuk i rën diçka keq. Jo, kanë pas. Tani, ti kur thua çunat e Spanjës, thua çunat e Shqipërisë që jetojnë në Spanjë apo çunat spanjoll? Po, tani nëse po flasim troç, çunat shqiptar nga Kolumbia, po. Ato janë të preferuar të po pse? Kanë një personalitet shumë të këndshme. Si është personaliteti i tyre? Batutat shumë të bukura, po, vendet shumë të bukura. Jeta që bëjnë të intrigon, ë? Po. Jo, po gjithçka ka thjesht kam rastisht që për shembull kam thënë me dikë që mund të ketë jetuar në Spanjë apo po krahasoj kështu. Interesante. Mirë, me këtë rast përshëndesim të gjithë çunat shqiptare që jetojnë në Spanjë, që jetojnë në Kolumbi, që jetojnë në Londër. Shqipëri pastaj Londër. Shqipëri pastaj Londër. Londrën e vendos të tretën. E para për ty mbetet Spanja. Shkon shpesh në Spanjë? Kam qenë Marbella vjet jo vet. Okay. Ishte këndshme, po, ajo tek herë kam qenë. Tek herë me kë ishe, kush të pritje? Me shoqe. Ta komendoj një shok ante? Jo, unë s'kisha. Pse? Po si dole ti në konkluzionin që çunat e Spanjës janë në vendin e parë? Nëse s'ke takuar çunë në Spanjë. Jo, s'kam taku çunë në Spanjë në atë rast, unë vajt atje është për pushime. Po ku i ke takuar? Ku i ke njohur ti çuna që jeton në Spanjë? Këtu. Këtu në Tiranë, që vinë gjatë verës.
Jo, ishte në dimër. Në dimër? Po, ishte para ca vitesh, po. Prandaj përshtatet si vend I parë. Të gjithë çunat që jetojnë e punojnë në Spanjë dhe janë duke dëgjuar live from Tirana në këto momente, I përshëndesim. I përshëndesim. Jemi me Emin e përputhen, e cila fatkeqësisht ose fatmirësisht doli single nga ky program, edhe pse qëndroi për disa muaj në kërkim të dashurisë në një program televiziv I cili transmetohet çdo pasditë në Top Channel, por që jo të gjithë absolutisht gjejnë dashurinë siç ndodh edhe në jetën e përditshme. Dhe po lexoja një shprehje sot që thoshte që në kohërat që jetojmë është pak eksplicite për mëngjes, po doja të them që nëse ka më shumë zjat masturbimi se sa një lidhje, por gjithsesi shkojmë në reklama danko apo në muzikë të mirë. Shkojmë në muzikë të mirë. Benson Boone është e radha si vjen për kënaqësinë tuaj. Nga Dang featuring Capital T na rikthehen sërish në program. Ne vazhdojmë të jemi në studio me Emin e përputhen. Emi, më thuaj pak pse vendose të bësh pjesë e përputhen? Ishte një kështu një aplikim impulsiv në momentit se hajt po e provoj, nuk e di, më trego. Okej, me thënë drejtën kam ja 2 vite që e kisha në mendje për ta bërë. Kisha pas apliku dhe vjet, po nuk thjesht e ndrova mendjen as unë nuk dosha me vazhdu më shumë. Pastaj hyri pjesa e intervistës në verë, bëra intervistën, pastaj moment fundit kisha nevojë tikja për angli në tetor, edhe nuk I ka të ato intervistat as live, edhe më shkujt, do të thënë, pas disa muajsh më shkujti papi gazetar që po deshe produksioni, po deshe më ardh, hajde, vajta edhe pas kontratën dhe e firmosa. Direkt, nuk u mendove gjatë. Dashuria ishte motivi kryesor që ti u bërë pjesë e përputhen apo doje edhe një eksperiencë televizive? Jo me të rrit, do të thëmë pak nga të dyja, kush të gjej edhe dashuri në vend televizive, se është e bukur, gjithçka mbetet në transmetim, mund ta shikosh pas disa vitesh, edhe është shumë eksperiencë e këndshme. Janë ndjer e paragjykuar nga shqiptarët në këtë program? Patjetër, po edhe thjesht me nejt kod shqiptarët do paragjykojnë. Kush është komenti që të ka bezdisur më shumë në këtë eksperiencë televizive? Unë e kam marrë shumë pozitive, edhe I kam kthy komentet hate në sportivitet, po. Për shembull, me gjithçka që është bërë virale apo komente që kanë të njerëzit edhe për buzët që I kisha pak më të mëdhaja para në fillim transmetimeve. Po, I kam shfryr dhe I kam vendosur shumë pak filler tani. Ose jo, ajo më ka pas ndikuar shumë go misteri, gomi, diçka kështu. Po. Për shkak të buzëve shumë të fryra. Po. Mërziteshe? Ajo pak, ishte pak e prekshme. Unë të hy në komente për qefin time, go misteri gomi. Po tani çfarë të thonë për buzët? Akoma bëjnë komente, unë kam vetëm 1 mililitër që nëse merr një vesh nga filler është shumë pak. 1 mililitër filler, pak I bie. Të buzët po. Po çuna të pëlqen më shumë tani me 1 mililitër apo kur I kishe më të fryra? Jo, shumicën e komenteve kanë qenë që është më mirë kështu, më natyrale. Më nice. Po në realitet kur I provojnë çfarë të thonë? Më mirë kështu apo atëherë? Jo, shiko se nuk kam kontakt me ato persone që për shembull mund të kem pas kur I kam pas me buzë të mëdha dhe. Okay. Po, nuk krahasohet se po. Eksperjenca të reja. Interesante. Mban kontakte ende me çuna të pagosë dhe e përputhen tani që kanë mbaruar eksperjenca? Me disa po, me Francin edhe me Antonin. Po me Francin më shumë kam rastisme të thënë drejt, rastisme në një party bashk. Po. Çfarë bët aty te party? Çfarë ndodhi? Ja, ishim veç thjesht. Ishit përshëndetet. Kush ishte ndjenja jote më e sinqertë aty kundrejt ideali? Domethënë jo dashuri e madhe, por një ndjenjë, një pëlqim. Për Antonin edhe për Adorën, po ai ishte Adoro Iko. Po, shiqir. Iku shpejt. Iku po mbeti në requestat e mia. Në çfarë mbeti? Në requestat, message request. A pse? Të shkruan? Se po më shkruante pafundësisht në mënyrë të frikshme, se tani ajo përjashtu për arsye të vërtetë si ishte më vërtet shumë I frikshëm në sjelljen që bënte, që tha refova te programi. Edhe pastaj tentoi të më të kontaktonte nëpër numra dhe I thashë do të çoj në komersariat, mos po do të denonsoj, mos më bezdis më. Pastaj më shkruajti një roman në TikTok mesazhe. Çfarë thoshte? Të kam dashur më vërtet, si ma bë këtë gjë, thuj produksionit që të më kthej. Po pastaj më kontaktoi një gocë që ka
një follow shumë të madhe, edhe ka pas qenë në botën televizive, Okej. po. Edhe më shkruajti dhe më tha që un kam pas fol me Adorën, po. Edhe ky ka pas shfaqë njëjtin sjellje edhe me mua. Edhe ka bërë x gjë, edhe para se dilte në transmetim çka kishte pas ndodhur midis mua e Adorës, prandaj e mora për sipër. Edhe unë e mora në telefonat gocën dhe i thash që kështu o still dhe me mua, dhe tha që po ta them si femër, thjesht largo se po e përsërit këtë sjellje me një femër tjetër. Si dhe manipuluese, e përdorët me të gjithë. Po, Aha, ti nuk e hape kur mesazhet të ngelit e request? Po, shumë i frikshëm. Për djegës? Po, për djegës nuk dua ta them aq ekstrem se nuk kam pa gjë live, po me mesazhe po ishte pak i bezdisur. Tani ti thuash personit 1-2 herë mos më kontakto më dhe i vë blok, plus e bë edhe dukshme të programi, po. Po nëse ti the që pëlqimi ka qenë pak për Adorën. Patjetër që ka qenë e vërtet derisa u shfaq në mënyrë të frikshme, për shembull, mund të kesh pëlqim për një person, por pastaj në takim thot do të thej dhëmbët dhe kokën, është Ku t'ja tha këtë? Mua. Ka dalë në transmetim Po, këtë gjë? prandaj u përjashtu. E tmerrshme. Horror. Ishte më shumë kështu fjalë dhunus ose po agresiv. Po, këtë sjellje po thoshte edhe ajo goca që më shkruajti që i thoshte këto lloj kërcënimesh me fjalë. Të ka rastisur herë të tjera në jetë të njohësh njerëz agresiv dhe si reagon ndaj tyre? Se është një temë serioze. Jo, e di, po çështë fatkeqësisht po, prandaj po më ka rastis. Po ishte para disa vitesh, prandaj ndoshta nuk që e ka pas sjelljen direkt, po pasi e ka pa. Po ke qenë më e vogël, po. Po, aty e vendosa që të bëja diçka që e shpresova gjitha gjë live, jo shpresova, e shpreva gjë në televizor që e thash që X person është me ka trajtuar kështu. Po më flet në këtë mënyrë, se çka kishte ndodhur që Adoro e nisi këtë agresivitetin, nëse që unë vajta në plazh dhe ai tha ca fjalë shumë banale drejt meje. Tani vendi që i ka për plazh është pak e shtrenjtë, po s'është pa menaxhueshme, po, është këtu në Shqipëri. Zona pa përmendur më resort në Palas, okay? Po, thjesht më pa të rrjetet e mia, do e shikosh që unë kam shku këtë vend disa vite. Okej, po çfarë të kërkonte, çfarë të thoshte pse ke ikur aty? Si guxon ti kësh në X vend? Në Palas. Po se çka ka Palasa? Ngjasma është e shtrenjtë. Po edhe? Po nuk është diçka e pamenaxhueshme, tani ti di që ke pushime. Po edhe nëse është e shtrenjtë, ku ishte problemi? Po sugjeronte gjëra jo të bukura. Të tipit? Ku i financo këto gjëra, ke ndonjë sponsor rreth këtyre gjërave. Po ti ke familjen në fund të ditës. Patjetër, po. Unë ku do kam udhëtuar edhe që e kam thënë të programi, se intrope gjithë këto vende me familjen tani mos shkoj Palas. Nuk ishte shumë e papam. Aty shfaqet dhe xhelozia e një mashkulli që shpreh në agresivitet, dhe kjo është diçka që më bëri shumë që të mendoja që ishte shumë interesante, se për shembull ai mund të kishte atë mungesë vetbesimin që ndoshta s'kishte kushtet me ma plotsu mua Palasin. Jo që Palas është ndaj mrekulli, është thjesht një vend plazhi. Është aksesuar shumë fund ditës, okay. Po. Edhe ndoshta nga ajo mungesa vetbesimit ai e kthente në agresivitet që ndjente ai ose ta shlonte egon e vet pak më shumë. Unë mendoj që në destinacionin e radhës, si të ikësh në Marbella, edhe të çosh një foto Adorit dhe të thuash don ta shohësh se ku jam. Shkoj në reklamë, rikthehemi pas pak program. Gjithëve të vizitoni digital.al për super ofertat dhe për të gjithë ju mund të shkarkoni aplikacionin digital në televizorin tuaj smart dhe në çdo cep të botës, në çdo cep të globit mund të shijoni kanalet live të digital bado shqiptare dhe ato ndërkombëtare si dhe video librarin me mira evente, kështu që nxitoni të shkoni të gjithë në digital.al për të përfituar nga super ofertat e momentit. Ndërkohë, Danko DJ do t'i sugjeroja, do t'i lutesh atë na gjente një këngë spanjolle për pak më vonë për të përshëndetur Emin, me që të preferuarit e saj janë çunat e Shqipërisë që jetojnë në Spanjë, por me këtë rast përshëndesim edhe ne çunat shqiptar që jetojnë në Spanjë që këtë verë rikthehen në Shqipëri për të bërë pushime. Emi, çfarë do të bësh ti tashmë që përputhen ka mbaruar? Do të rikthehesh në Londër? Jo, domethënë jam të qëndroj këtej tani
si të thash, e preferoj më shumë jetesën këtej se sa andej. Se di, më duket më pozitive. Ndoshta edhe gat që jam lind në ver, më tërheq më shumë sezoni veror andej. 355 ditë i ke me shi edhe shumë vibe negative. Nuk e di, dua të hy pak më shumë në televizor, ndjesha shumë nice. Tani, me që do të futesh pak më shumë në televizor, Danko di që më ndihmon me atë suspansën e Big Brother VIP në sfond, nëse mundemi ta kemi, sepse dua të bëj një pyetje shumë interesante. Gocat, ne jemi mësuar në Big Brother me goca që shqiptare që vijnë nga Italia, që janë rritur andej dhe i kemi parë teksa kanë pasur shumë sukses në Big Brother VIP Albania. Në të gjitha edicionet kanë pasur Benjada, Jori, Heidi dhe së fundmi Loredana. Nuk kemi parë një gocë shqiptare që është rritur në Londër, Francesca Murati, ishte në Big Brother VIP 3, por ti besoj do të ishe shumë gjithashtu shumë interesante me këtë shqipen tënde me plot gabime, por që të lezetshme. Do të pëlqente të bëhesh pjesë e Big Brother VIP Albania 4 apo 5 e kemi humbur në autor fare, sepse autorët e Big Brother VIP mund të jenë duke dëgjuar këtë program dhe thonë okay, kjo goca është nice, do të pëlqente? Patjetër që po, ajo do ishte një ëndër e vërtet, kush s'do të hyjë te Bigu, është një eksperiencë që shpresoj që të më konsiderojnë. Sa e mirë që je sinqer, se shumica kur pyeten, pavarësisht që duan të futen bëjnë po nuk e di se kanë plane projekte, pastaj fap i shet të futur në Big Brother. Si do të ishe ti në Big Brother? Ashtu siç isha të përputhem, po pak do shikoni pak më shumë personalitetin tim, se normal ajo ishte format dashurie. Po. Gatoj nuk pastroj. Gatoj dhe pastron. Jo, gatoj nuk pastroj, kjo është gatuan nuk pastron. Nuk pastroj, po. Jo, edhe pastroj, domethënë mbaj shtëpinë time si jetoj vetëm, po në kuptim që më preferencë kam më shumë që të gatoj. Do të lidhesh në Big Brother? Edhe po më ra rasti, po. Po, unë jam çuditshme, domethënë drejtën çdo lidhje që kam pas, ka ndodhur me rastësi, edhe në formatin e Bigut është shumë rastësinë. Po, aty ka pasur plot histori suksese që njerëzit janë lidhur, janë dashuruar, janë martuar dhe trashëguar. Madje edicionin e fundit të ndoqë Big Brother VIP 4? Po, normal. Kush të pëlqente më shumë? Si quhet Gjesti. Gjesti. Po. Pse? Nga personaliteti i tij për mirë për keq. Edhe nga mendimi i publikut, ai neti, domethënë vetveti, edhe ajo u tregu deri në fund dhe më pëlqeu shumë. Nëse do të ishe në një edicion me Gjestin, do të ishe lidhur me të nëse do të pëlqente? Jo, ato mund të shikoj kështu si bro. Si shok, se ti je ma bro, jo si të dashur, pse? Nuk më përshtatet. Nuk ka këtë imazhin e çunave të Spanjës? Po. Nuk është. Jo, është simpatik, po thjesht nuk më përshtatet tipit time. Po. Interesante, unë uroj të shoh në Big Brother, interesante shumë një si personazh, e këndshme, lezetshme. Vera si do të jetë ku do të pushosh? Palas. Në Palas. Nuk do t'i kesh Marbella. Jo, pushimet jashtë i lej më shumë nga shtatori. Po. Që të 3 muajt këtu kap ngjyrën, pastaj i kanë engjyrosur në jashtë që pres. Si janë çunat shqiptar tani që po jeton më shumë këto? A kanë takt, a din të futen në muhabet me një gos, në bisedë? Si të afrohen? Domethënë të pëlqejnë mënyra se të afrohen? Tani unë gjithmonë flas sinqerisht dhe të them që që kam parë këtu në Shqipëri jam traumatizuar. Çun je traumatizuar ti? Jo, unë personalisht nga eksperiencat e mia jam traumatizuar me çka kam parë. Nga çfarë dëgjuar? Pse? Po, se për shembull, unë edhe histori që në gjosha në Angli nuk e ngjashme fare me këtu. Se, çfarë dëgjon këtu? Shumë të tradhtit të pruar, kam humbur besim te si quhet loyalty, se s'po vjen. Tek kush? Loyalty, si quhet ajo fjala? Si loyalty. Tek besnikëria. Besnikëria, po, se s'po vinte. Atë besnikëria nga histori që një gjoj këtu, sinqerisht këtu në Shqipëri nuk ka besnikëri në 90% e kohës. Po. Nga cila? Më shumë meshkujt. Nuk duhet i vej gjithë, po më shumë, me çka kam një gjuhën personalisht, po edhe më shumë rri me goca edhe prandaj. Po nga eksperiencat personale? Shqyr që s'më kanë tradhtu ndonjëherë. 100 të këqijat, po tradhti jo. Ose se ke marrë vesh. Ose se kam marrë vesh, më mirë se jam gaforë do çfarë po. Dhe përjetoj e keq, vuan shumë ti kur dashurohesh? Po.
Po, Si vuj? po, vuj se jo që vuj, po e ndjej shumë emocionet, po. Prandaj edhe kam vendosur që të jem pak më kujdesshme në njohjet, e kam bërë veten shumë selektive me ato që dua t'i njoh. Se nuk e di, jam zhgënjur shumë me çani gjoj sot, sinqerisht. Edhe dua ta di që dashuria është e pastër, e dy anësh, pa interes nga secili anë se po. Emi, duke qenë se ti e drejt për drejt dhe unë njihem për natyrën time të stilit të pyetjeve të drejt për drejta. Po. Ka një paragjykim në fakt për vajzat që zgjedhin të bëhen të famshme dhe të futen në spektakle të ndryshme televizive, duke i etiketuar në forma nga më të ndryshmet. Dhe një nga paragjykimet që shpesh ekziston thuhet se vajzat zgjedhin të bëhen të famshme në ekran për të gjetur atë që quhet një sponsor, për të mbajtur jetën në mënyrë financiare. Kjo është një kostë shumë e madhe kur dikush zgjedh të futet në ekran dhe di që do të ketë paragjykime të tilla, pavarësisht që mund punoj vetë, mund ta mbaj familja apo çon si ka. Të vret ty kjo gjëja ose e ke ndier ti këtë kosto gjatë rrugtimit tënd në përputhen? E kam ndier që njerëzit kanë tentuar me mul, po e kam bajt atë gjë që në fund ditës ju më të na paragjykoni, po ne janë ato që zgjohemi dhe kena një goal, një arritje që dua ta arrijm, edhe çohemi dhe bëjmë ato të mundshme, kurse njerëzit akoma do rrin duke menduar këto gjëra negative. Pse të ndaloj unë? Për shkak të paragjykimeve ëndrat e mia thua. Pikërisht, po, fiks, çapo thua, po. Je shumë e lezetshme. Ti je me origjinë nga? Nga Burreli. Nga Burreli. Shkon shpesh atje, ke fare fis aty, njerëz të fisit? Po kam sapo shumica janë jashtë. Po. E nje mirë Burrelin? Po. Pëlqen traditat e Shqipërisë? Po, patjetër, është e bukur, është këtë gjë edhe më mungonte duke qenë një person që jam rritur jashtë, është që nuk është që përmbahet shumë tradita ose gjuha, për shembull shumica e njerëzve që janë në rritat ndej nuk flasin as dy fjalë në shqip, jo aq sa flas unë, edhe e ndjej atë mungesën larg kulturës, po. Qartë. Mirë, Danko, çfarë bëjmë tash në programin se jemi në auton? 11:44 është ora eksakte në këtë momente. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen e treguar për ditën e sotme, veçanërisht falenderoj Emin, e cila është shumë solare dhe një herë më lejo të komplimentoj që je shumë herë më e bukur nga afër se sa del në kamera. Jo se nuk del bukur aty, por je më e këndshme. Edhe është shumë kënaqësi për ftesën. Nga afër. Të uroj një ditë të bukur në vazhdim dhe një verë sa më shpërthyese dhe digje dhe shijoje verën, sepse njerëz që do të flasin do të ketë gjithmonë njerëz që shijojnë jetën, janë të rrallë dhe lumë ata që arrin të kuptojnë që një ditë do të vdesim, qoftë sa më e largët ajo ditë, por një ditë nuk do të jemi më pjesë e kësaj bote. Faleminderit një herë Emi, ne përshëndesim të gjithë ju që na dëgjuat për ditën e sotme, veçanërisht shumat e Spanjës me që Emi kështu e ka ndodhur sa më bukur.